Faleminderit e nderuar kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet të Kuvendit Republikës së Kosovës, duke qenë se grupet parlamentare të opozitës si thash qëndrimet e tyre dhe të njëjtën e kanë bërë tashmë që 2 javë për mocionet në lidhje me miratimin e këtyre 2 ligjeve. Rëndësinë e këtyre 2 ligjeve, edhe sa i përket obligimeve ndërkombëtare, edhe sa i përket sektorit, unë tashmë e kam argumentuar më herët dhe i qëndroj të gjitha prapa të gjitha atyreve që i kam thënë më herët. Dua të falenderoj deputetin Tahiri që e tha të vërtetën ashtu që siç është, që është qëndrim politik, për dallim prej grupeve parlamentare të PDK-s dhe të LDK-s, të cilat shpikin justifikime, madje zotri Shala tha që qenë ka justifikim që konsultimet publike kanë përfunduar para 1 viti. Zotri Shala ju javën e kaluar, thatë para 2 ditëve, për ligjin tjetër, thatë që nuk kanë kaluar konsultimet publike. Ju as nuk e keni ditë a ka pas konsultime publike ajo, kryetarea e Kuvendit ju ka njoftuar që ka pas konsultime publike për këtë. Është tejet e pa sinqert nga të 2 palët që të jepni justifikime të tjera, sepse ato asnjëra nuk shndrojnë. Sido që tjetë, ky është vendimi juaj politik, po ja humni shtetit 9 milion euro dhe po pa mundsoni reformat të cilat ndër të tjera mundsojnë integrimin në tregun rajonal dhe të Bashkimit Evropian. Flesni për tregtimin e energjisë që 1 vit, 2 vite, mirë po nuk lejoni pakon e ligjeve që lejon transpozimin që na mundson të integrohemi në tregun rajonal e të heqim tregtarët për të cilët po flesni. Sido që tjetë, qëndrimi juaj është i juaje. Unë ju falenderoj të gjithë deputetët e Komisionit për Ekonomi dhe Televizjes Vetëvendosje që me urgjencë dhe me seriozitet i kanë trajtuar ligjet deri më tani. Faleminderit.